pastaj dhe reflektohen në mënyrë të shtrembëruar. Për të vetëm një fakt, për shembull, dje temi më i kërkuar në lidhje me ngjarjen për zonë Trump në media sociale ishte fjala staged, pra e inskenuar. A ishte ky? Gati e kam Skënderin në studio, gati e kam për të folur për të temën. Atëherë, nuk po flas më shumë se kaq. Thjesht për të thënë që kjo ishte pra kjo për mua të tregon. Po edhe foto e famshme që ju thuhet që u zbuluar me një sweatshirt IDF-it pra të Forcës Mbrojtëse Izraelite, çka u provua që është një foto reale, nuk është staged. Megjithatë ta shikojmë se ku do dali kjo histori. Profesor, vetëm një sekond, se kam fakt një zhvillim të fundit, i cili në fakt është zhvillimi i fundit, pasi për herë të parë janë bërë publike akuzat ndaj Thomas Allen, 31 vjeçari nga Torrance, nga Kalifornia, i cili temi edhe u vetë deklarua se ishte ai që kishte dashur të qëllonte mbi zyrtarët e administratës amerikane, por shikojmë që ai është vënë për herë të parë zyrtarisht edhe nën akuzën se ka tentuar të vrasë presidentin e Shteteve të Bashkuara. Pra nëse deri dje dy ishin akuzat për dërimi i armëve zjarrit me synim kryerjen e krimeve të dhunshme dhe transport ndërshtetëror e armatimeve me synim kryerjen e akteve kriminale, sot atij është shtuar zyrtarisht dhe akuza për tentuar dhe për të vrarë presidentin e Shteteve të Bashkuara. Me lirë vetëm një sqarim i fundit, besoj që këto akuza e vënë atë përballë dënimit të mundshëm me burgim përjetshëm minimalisht, apo jo? Ndoshta edhe diçka më shumë se kaq? Minimalisht përjetshëm, minimalisht me të përjetshëm, ndoshta me burg, por u përmend edhe në insertin më parshëm që në një rast saktuar ku nuk ishte suksesshëm atentati, personi pastaj kishte një burgim përjetshëm. Kështu që është për të parë se çfarë ndodh në vazhdimsi. Pa, anjet dënimi kapital, se bëhet fjalë me lirë për akuza federale që quhen, pra jo shtetërore. Dhe në këtë rast akuzat federale të përballen dhe me dënimin me vdekje apo? Po, patjetër, sigurisht që po. Në fakt, disa shtete, nëse ke për shembull akuzat është vetëm për krime shtetërore, atëherë mund të eliminohet mundësia e dënimit me vdekje, kurse në akuza federale vazhdon të ekzistojë mundësia që në fakt zoti Trump vetëm javën kaluar riktheu mundësinë për pushkatim, pra jo thjesht përdorimi i ilaçeve, por që disa shtete mund të zgjidhin edhe pushkatimin së mënyrë për të sjellur edhe themi përfundimin e dënimit për individin. Ashtu të gjitha këto janë për të parë në vazhdimsi. Personi në fjalë ka dhënë një manifest, besoj ju diskutohet, kanë ftuar në studio, ka një manifest që për mua është shumë do të thënë mediocre, megjithatë është një manifest që ai ka përdorur ku e bën qartë që synimi kryesor që zoti Trump dhe të gjithë anëtarët e administratës së tij. Po, edhe vërtet është në fakt sot ka patur dje pati një përplasje presidenti Trump lidhur me një gazetar që e pyetur për këtë manifest dhe mori si shkëmbim fyret e radhës. Megjithatë do flasim për këto, vetëm pak doja me ju të flisni pak lidhur me se dalin pastaj tek ajo tema stage që e përmendi tek inskenimi i mundshëm, a ka inskenim apo jo të kësaj që ka ndodhur. Unë vetë nuk e besoj, megjithatë po ti po shpreh disa rezerva lidhur me mënyrën se si ky person kishte arritur të çante temi rrjetin e parë të sigurisë. Shiko, për shkak të ngjarja është mjaft e rëndë dhe sigurisht që ne si ekspertë sigurie i analizojmë dhe shikojmë të gjithë aktivitetin të cilën kanë kryer trupa e sigurisë, shërbimi sekret dhe analizojmë të gjithë atentatet e mëparshme. Kemi atentatin e parë, 13 korrikut 2024. Kemi atentatin e dytë të fusha e golfit dhe ky atentati i tretë. Tani, po të shikosh në të tre atentatet ka patur çedim të ekipeve të sigurisë. Nuk po them të shërbimit sekret sepse ai ka një rreth sigurie më të afërt, por kur bëhet fjalë për aktivitetet të jashtme, në ambientet të jashtme, në pjesën e sigurisë përfshihen edhe institucionet të sigurisë lokale, për shembull policia lokale. Në rastin e parë, kemi parë që policia lokale e ka identifikuar personin të armatosur dhe ka patur një komunikim të shkurtër me të gjatë kohës që ai po ngjitej mbi çati dhe nuk ka arritur të reagojë. Pra është intervista e famshme një dëshmitari tek BBC-a që e zbardhi të gjithë atëre. Patjetër dhe kjo u vërtetua dhe me pamjet me kamerat të cilët ishin të instaluar në zonë që nuk është parë çfarë është komunikuar, por është parë që ka patur një komunikim ndërveprim mes një punojësi sigurisë dhe atentatorit dhe kjo nuk u komunikua nëpërmjet zinxhirit të strukturave të sigurisë. Tek atentati dytë 12 dhjetor
kemi parë që një person ka qëndruar i maskuar në rrethin ku presidenti Trump e shfrytëzon për të luajtur golf. Në atentatin e tretë kemi parë një aktivitet i cili zhvillohet në një nga hotelet ku gjithmonë aty janë zhvilluar konferenca, intervista të ndryshme nga presidentët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm nga Trump, por një ambient ku kemi 2 atentate të zhvilluara, kemi një tentativë serioze për ta eliminuar dhe falë Zotit dhe jo falë punës së sigurisë ka shpëtuar, dhe nuk kemi marrë masat mbi rëndësinë dhe mundësinë për të patur atentate. Kemi ka çeduar sërish siguria thoni. Për të ardhur tani se ta bëjmë pak më të shpjegueshme, nuk mund të them dhe nuk besoj deri tani unë nuk kam parë ndonjë mundësi që kjo të jetë inskenim. Pra, në atë çfarë kam analizuar unë nuk shoh që mund të ketë inskenim, por shoh që ka çedim dhe kjo nuk duhet të jetë e vështirë për të thënë se kjo është e dukshme. Çedon 3 herë. E ky është problemi më i madh. Herën e parë duhet ishin bërë praktën strukturat e sigurisë kanë mësimet e nxjerra dhe mësimet e nxjerra janë shumë të rëndësishme për vijimin e punës. Për atentatin në Pensilvani, gjatë fushatës. Aty realisht e shpëtoi. Aty e shpëtoi Zoti. Por dje, unë sot kam pasur një komunikim me një shqiptar i cili për shkak detyrës se ka frekuentuar dhe e njeh shumë mirë edhe planimetrinë e hotelit dhe e njeh shumë mirë ka qenë prezant edhe në salë. Edhe ju. Hoteli ndodhet në një kat nëndeshëm. Është çështje jo më larg se 100 metra nga ambasada jonë. Nga ambasada e Shqipërisë. Po këtë fakt nuk e dija, por nuk është më shumë se 100 metra. Mundësia across the road. Ti në krahun ti në trotuarin përballë, pak më skiç, domethënë është rreth 100 metrash ambasada jonë. Mundësia reale për të hyrë dhe për të bërë një ekzekutim. Mundësia për të kryer një ekzekutim faktik të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në ato ambient është plotësisht e pamundur. Dhe këtë e ka marrë parasysh edhe vetë autori në një letër që ka lënë që ju ka kërkuar ndjes miqve, familjarëve e tjerë, sepse ai ka menduar që mund të eliminohet gjatë tentativës që do përpiqej për shkuar deri atje dhe ka parashikuar dhe përplasjen me trupin e sigurisë dhe dinte që nuk do shkonte, por ai kishte vendosur që do ta kryente këtë atentat dhe e quante si një shërbim ndaj vendit apo ndaj një kauze të caktuar. Pse ka dështuar siguria? Sepse siguria unë mund të them, tani kjo mbetet për të diskutuar, për të paktën me atë fakte që kanë dalë deri aty dhe ajo analizë që është bërë deri tani, ti në një ambient, në një situatë të caktuar, kur ti ke marrë 2 kërcënimet më parshme, kur ti ke një kërcënim nga Irani, që është FBI-a po e heton dhe ka patur dyshime të arsyeshme që mund të realizohesh një atentat i tillë, dhe ti bën një aktivitet në një hotel, dhe nuk arrin të skedosh gjithë personelin, nuk arrin pra se